Këtë të premte banorët e rrugës Isuf Ferra në Durrës kanë dalë sërish në protestë për të kundërshtuar vlerën e shpronësimit të banesave të tyre, që preken nga projekti Unazës, lidhja e Curilave me rrugën Aleksandër Goga. Ata kërkojnë nga pushteti vendor shpronësim me vlerën e tregut ose sistemim nga bashkia në po të njëjtën zonë ku kanë shtëpit. Nuk e pranoj se zbrej do të shpion, ku shkoj, të ri fler rrugëve, kap në bunker. Këto janë enverisa komplet tani. Të përna qmeni fare, s'po dim as kemi lonë me punë, me gjitha vetëm që t'i vim raba këtyre punëve. Kanë ardhë dhe kanë fotografu shtëpiat, nuk na e dhanë as si sqarim, e pyetëm atë zonjën, ju po i fotografoni, po çfarë do bëhet këtu? Fare, as si sqarim, i këtha mund të fotografoj shtëpinë dhe kaq. Po një gjë që do bëhet rruga këtu, mirë le ta bëjnë rrugën, a mot na rregullojnë ne ku të shkojmë. Vërtet është ne akoma jemi në ajër, nuk dim as si letër, as si dreq, as si të birës na kanë pru. Kemi lexuar listë paraprake për çlirësimet, cilat nuk mund blejmë një shtëpi tjetër të njëjtë me 50 metra katror, sa kemi pas ne me 40 milion se blem më dot kush. Në mbështetje të tyre ka qenë ditën e sotme dhe kreu i FRPD Durrës, shoqëri Myrdhollari. I kam shprehur mbështetjen si time personale, po ashtu edhe këshiltarëve bashkiak të Partisë Demokratike dhe deputetëve, të cilët janë vënë sot në dieni për problematikën e tyre dhe të shohim se si do t'i mbështesim banorët si në këshillin bashkiak ashtu dhe nëpërmjet parlamentit. Po ku do të konsistojë projekti dy unazave të qytetit, që lidhin zonën e Spitalës dhe Spitalit me Curilat? Projekti financohet nga qeveria Rama dhe ka vlerën rreth 1 miliard lekë të reja. Ai zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ndërsa kompania që realizon punimet në terren është Geci SHPK. Afati përfundimit të punimeve është 24 muaj. Tenderi figuron me flamur të kuq në databazën Open Data Albania, pasi janë skualifikuar të gjithë operatorët konkurrues përveç fituesit, që nuk është operatori me ofertën më të ulët në procedurën e prokurimit. Në zonën e Spitalës, unaza do të kalojë përmes aksit Pjetër Bogdani, ndërsa tek Spitali, për të futur në unaz, do të përdoren dy akset, Prokop Meksi dhe Abdullah Peku, të cilat lidhen me rrugën Isuf Ferra. Akset Pjetër Bogdani dhe Isuf Ferra do të lidhen me njëra tjetrën përmes rreth rrotullimit në zonën kodrinore të Curilave. Bashkia Durrës kaloi në mbledhjen e ditës së martë të Këshillit Bashkiak, listën e shpronësimeve për banesat që do të shëmben për t'i hapur rrugë investimit të qeverisë. Vlera e shpronësimeve është rreth 936 milion lekë, ndërsa në listën e aprovuar në Këshill figurojnë 135 prona, pjesa dërmuese të cilave është tokë shtet. Fondi i shpronësimit do të përballohet nga bashkia dhe do të parashikohet në buxhetin e vitit 2026 dhe 2027. Në zonën ku do të ndërtohen dy unazat janë dhe pasuri të paluajtshme të llojit ndërtesë, të cilat figurojnë të regjistruara pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, por që në momentin e verifikimit në terren nga grupi i punës së bashkisë nuk ekzistojnë fizikisht pasi janë të prishura. Për këto të fundit që preken nga prishjet, bashkia thot në relacion se në këtë kuadër, për pasuritë e mësipërme, janë hartuar proces verbale konstatimi në terren. Këto ndërtesa nuk janë përfshirë në tabelën e vlerësimit për shpronësim, për shkak të mungesës së objektit fizik të shpronësimit.